Alo, përshëndetje. Kush i ka faj për blokadën në kuvend, zotri? A jam unë të full thash? Po, ti je duke fol bashkë me mua. Ma keni bolë që tash si lukë, që tash po një si në kuvend për shko. Krejt, veç si në kuvend nuk e lejoj asnjëherë me shku emisione. Të lutë, Këta e keni të premtume. Jo, ndeshi popolota me shiqu, ndeshi me pos shiqime, ndeshi me pos klikime, ndeshi me pos, vetëm realitetin do të mi kalzu. Problemi numër një, kom thëmë edhe kam e thonë, me pos mundësi, me pos legjë. Unë e kisha qu këta tonë në shpe, edhe kishën formu partitë me kusht. A e koma herë në politikë, po në shpe. Kjo është hajgare. Qështë në kanë bo me gjestin, e heqin për Kosovë, u që bota deshti gjestin, për neve të unë në Kosovë këna posë se këna desht. Përshëndetje, ju përshëndes, kërën e mirë, festit, zuar fitoria. Ja, të këtina i menja, në shpit tonë. Të gjitha bashkë. A i një biografin me amor, a i konë politik për kur heq në shpe, edhe me zgjidhë thjertë, edhe kishu mes ma mirë, e ma dinitetshëm, e ma respekt ndaj popullit, e ndaj kushtetutës, e ndaj vetë veti. Mas poli këta nuk kanë respekt ndaj vetë veti. E kur s'kon njëri respekt ndaj vetë veti, ata s'kanë respekt për kërkan. Po, zotri, vajnderit shumë. Ju përshëndes kalën e mirë. Zotri, ja kërkoj që para se mu formu partit e reja, mi u bu një farë analiza, ke qenë ma herët... Po, ti në shpe, vetëm me persona të ri, Shala. Alo. Kush i ka faje për blokadën në kuvend, zotri? I ka fajet opozita, i ka kundër vetë vendosjes, se e mbo bashk Shkije dhe Bugara. Mirë, faleminderit shumë. Këtë gju pyese ju